Mirë se ardhët në podcastin e A këtu je, a? Dajmë lalës! Luja për e Valbonas me jo. E të lumë goja sa mirë ka kënu. I mos po do në pak me u harëgju. O nuk harëgju nëse jo më si ponga. Hajta jemi qiti do fronga. Jo, se po du me të bëjë zove një herë, për që ta. Qërë bre, e kush po vje këtu, po Se thot, po unë e të mdo. mëdhez, unë e të mëdhez, unë sas pas na bo, vlla. Është më falë një biletë më duhet për këtë vanë, ma bo në mirë dita zëtni. Si edhe është personi ma falcë në stratë. Ti ma falë si janë e stratë. Une, emisioni po vjellan shumë e kungja për e të qysh Valbon, më doke si me e nati ardhë me mu, së unë dhe mu shty. Po për që ta ku martë. Zdu me të thamë tjetër, së të dua tepër. Thuaj, o shpirt, a mos të mërzit. E kush ta ka marrë kongën? Sinan Hoxha. Veç më do këtë me qatë po të purit pa ta bahet, a? Po, bre. Kur t'ja nisë kë me bërti, do më thonë zdia, ta femën a moshkëll kë. S'po përgjish, në mami si e shpiteve, se po me fol nune, bravo. So në moj më të mitu ty mu hesh. Jo, la moj. Hajtë provo. Hajt Valbon, hajde. Je lidh edhe shumë me qikën e vogël. Qika më ka ardhë mas 13 vjetë. Zot lumë ata që kanë fëmi, edhe ata që s'kanë, inshallah, zoti sa më shpejt ju falë. Unë e kam një surprizë për ty, Valbon. Erdha veç martesën, ty me ta uru. Të duan, edhe pse me tjetër, je martu. Dije, sa të je. Mirë se erdhe shpirti i vogël. Mashallah, si drita. Qika e nane si ledrit, si princë shty kom e drit. Qika jeme t'kam dukat, t'kam dashnijet t'kam durat. Val, a pe ka në pak që shdim na? Ladies and gentlemen, for you, Dime Lala and Valbonas Vaihu. Unë e kam një surprizë tjetër për ty. A pet? Po.